Unë jam Alba, 17 vjeç, dhe asnjëherë nuk kam ndjerë diçka si kjo. Ai është Lim, dhe gjithçka që kam përjetuar me të, është diçka që nuk mund ta krahasoj me asgjë tjetër në jetën time. Është si të kesh rënë në një det të pafund dhe çdo valë tërheq më thellë, duke të bërë të humbasësh për fytyrimin për kohën, hapësirën, madje edhe për veten. Ndonjëherë mendoj për momentet e para. Si filloi gjithçka? Nuk ka një fillim të qartë. Nuk ka një moment kur të mund të them, këtu gjithçka ndryshoi. Sepse ndryshimi ka ndodhur gradualisht, si drita e diellit që ngadalë përshkon qiellin në mëngjes. Por unë e di se gjithçka filloi me një shikim. Një buzëqeshje, një gjest që nuk mund ta harroj kurrë. Kur jam me Limin, çdo gjë rreth meje zhduket. Nuk ekziston asnjë zhurmë, asnjë tension i shtëpisë, asgjë nga kjo lojë që na rrethon. Ka vetëm ne. Dhe zemra ime rrihet aq fort sa ndonjëherë kam frikë se do të shpërthej. Nuk është vetëm tërheqje fizike, nuk është vetëm emocion, është gjithçka. Është mënyra si ai më shikon, mënyra si më kupton pa fjalë, mënyra si të prekja dorën e tij ndjen çdo gjest, çdo lëvizje si një magji që nuk mund ta shpjegoj. Unë nuk kam përjetuar kurrë diçka kaq të fuqishme. Nuk e kam përjetuar kurrë në asnjë marrëdhënie tjetër. Nuk e di nëse do të përjetoj më ndonjëherë. Sepse kjo dashuri, kjo ndjesi që më mbërthen çdo herë që jam pranë tij, është e papërshkrueshme. Ndjehem e gjallë dhe e tronditur njëkohësisht, dhe megjithatë, kjo dashuri nuk është e lehtë. Është e ndërlikuar. Është e mbushur me frikë, me ndjenja që nuk mund t'i shpreh plotësisht, me situata që nuk mund t'i kontrolloj. Sepse çdo moment i kaluar me të është i veçantë dhe njëkohësisht i rrezikshëm. Sepse çdo herë që afrojmë një hap më shumë, ekziston mundësia që gjithçka të shpërthejë. Por unë nuk mund ta ndaloj veten. Nuk dua ta ndaloj, mendoj shpesh për atë natë kur u përballa me ndjenjat e mia, mendja më thoshte, je shumë e re. Je e pafajshme, mos u përfshi kaq thellë. Por zemra ime e re dhe e papërvojë, më thoshte, kjo është ajo që ke pritur gjithë jetën. Kjo është e vetmja gjë që ka kuptim tani. Kur Lim më kap dorën, ndjehem e plotësuar. Ndjej se çdo dhimbje, çdo frikë, çdo sfidë që kam përjetuar deri më tani merr një kuptim tjetër. Sepse ai më bën të ndihem e vlefshme, e dashur, e kuptuar. Nuk kam përjetuar kurrë një ndjenjë kaq të pastër dhe të fuqishme. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku gjithçka është drama, intrigë dhe lojë, ndjenja ime për Limin është e pastër. Ajo nuk ka lidhje me lojërat apo me strategjinë. Është vetëm e imja dhe e tij. Por kjo e bën edhe më të vështirë. Sepse unë di që këtu, çdo moment mund të shfrytëzohet, çdo emocion mund të vëzhgohet dhe çdo lidhje mund të ndërpritet nga jashtë. Shpesh mendoj për atë ndjenjën e parë kur e pash të buzëqeshte për mua. Nuk ishte një buzëqeshje e zakonshme. Ishte një buzëqeshje që më tha gjithçka, se ai më kupton, se nuk është vetëm fytyra, por shpirti i tij që prek timin. Dhe që nga ajo ditë, çdo gjë ndryshoi. Çdo ditë që kaloj me të, çdo moment i vogël, çdo shikim, çdo buzëqeshje, më bën të kuptoj se nuk kam përjetuar kurrë diçka kaq të fortë në jetë. Unë e di se kjo dashuri mund të duket e rrezikshme për dikë që shikon nga jashtë. Një adoleshente 17 vjeçare që bie kaq thellë për dikë. Por unë nuk mund ta kontrolloj. Zemra ime ka zgjedhur rrugën e saj. Dhe edhe pse e di se është e vështirë, edhe pse ndonjëherë më dridhet trupi nga frika e pasigurisë, unë nuk mund të heq dorë. Sepse ai është Lim. Dhe dashuria ime për të është e tillë që nuk mund të krahasohet me asgjë tjetër në këtë botë. Ndonjëherë mendoj për momentet kur e kemi ndjer afërsinë. Nuk është vetëm përqafimi, nuk është vetëm prekja e dorës. Është mënyra se si ai më bën të ndjej se nuk jam e vetme, se mund të jem vetja ime e plotë, se çdo frikë dhe çdo ndjenjë ime kanë vend. Çdo bisedë, çdo shikim, çdo qeshje është si një kapitull i veçantë që nuk dua ta mbyll kurrë. Kur më thot diçka e vogël, një fjalë që duket e thjeshtë, zemra ime rrihet dhe çdo gjë tjetër zhduket. Nuk ka kamera, nuk ka spektator, nuk ka drama. Ka vetëm ne dhe ndjenjat që janë të vërteta. Dhe kjo është ajo që e bën gjithçka kaq të fuqishme. Unë nuk di çfarë do të ndodhë nesër, nuk di nëse çdo gjë do të shkojë sipas planeve të mia, por di një gjë, atë që kam kaluar me Limin nuk do ta kaloj kurrë përsëri në jetë. Asnjëherë. Nuk ka mënyrë që ndonjë tjetër të zëvendësojë atë ndjenjë. Ai më ka dhënë diçka që nuk mund të shpjegohet me fjalë. Dhe kjo është ajo që e bën dashurinë time për të kaq të fortë,
kaq të papërshkrueshme, kaq të pastër, çdo natë, kur mbyll syt, kujtoj çdo moment me të. Dhe çdo herë ndjej atë lumturi, atë emocion, atë tronditje që vetëm dashuria e vërtet mund ta japë. Nuk dua asgjë tjetër. Nuk dua asgjë më shumë. Sepse Lim është ai që më bën të ndihem e gjallë. Dhe dashuria ime për të është ajo që do të mbajë zemrën time të rritur, edhe kur gjithçka tjetër në jetë ndryshon.